Policia e shtetit ka nisur një procedurë verifikimi dhe hetimi me pas qarkullimeve në rrjetet sociale të disa videove ku pretendoi se gratë mbuluara kishin komunikime të dyshimta me të mitur. Rasti ka ngjallur reagime dhe ka shtyrë autoritetet të ndërhyjnë menjëherë për sqarimin e situatës dhe verifikimin e çdo elementi të mundshëm rreziku. Në kuadër të veprimeve operative, 2 gra u shoqëruan paraditën e së martës në ambientet e policisë Tiranë, pasi u identifikuan nga strukturat hetimore. Nga verifikimet paraprake rezulton se ato janë shtetase iraniane dhe ndodhen në Shqipëri me leje qëndrimi për arsye humanitare të lidhura me sistemimin e tyre në kampin e Manzës. Sipas të dhënave zyrtare të policisë, gratë e shoqëruara janë marrë në pyetje për të sqaruar rrethanat e videove dhe çdo kontakt të mundshëm të tyre me të mitur. Autoritetet kanë theksuar se verifikimet janë kryer në mënyrë të plotë dhe të detajuar, duke përfshirë edhe kontrollin e rrethanave të qëndrimit të tyre në vend. Në përfundim të veprimeve paraprake, policia bën me dije se nuk ka rezultuar asnjë provë apo indicie që të dyja shtetaset të kenë kryer veprime të kundërligjshme ndaj të miturve. Në deklaratën zyrtare theksohet se bazuar në hetimet e deritanishme nuk ekziston rreziku për sigurinë e të miturve në lidhje me këtë rast. Megjithatë, për shkak të ndjeshmërisë së çështjes së interesit publik që ka krijuar, materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për vlerësimet më tejshme ligjore. Prokuroria pritet të analizojë gjithë dokumentacionin dhe veprimet e kryera për të vendosur nëse do të ketë hapa të tjerë hetimor apo nëse çështja do të mbyllet në këtë fazë.